trafikit. Ankeleta, një nga protestuesit, me sa kuptoj, ka shqetësime shëndetësore, ka humbur ndjenjat dhe po jepet ndihma e parë nga protestuesit. Ka humbur të fiktet, janë një pjesë e protestuesit të cilët po japin ndihmë mjekësore, po kërkojnë ndihmë dhe nga forcat e policisë. Është një vajzë e cila nuk është në gjendje të mirë shëndetësore dhe po tentohet të ndërhyet për ta ndihmuar dhe për ta sjellë atë në kushte optimale shëndetësore për të bërë të mundur që të vijojë marrëdhënimin e saj. Klajdi, në këto kushte mund ta konsiderojmë protestën të mbyllur me kthimin drejt kryeqytetit? Por le të themi që marrëdhënimi vijon nëse do të vendosin që të vijojnë marrëdhënimi drejt Tiranës, marrëdhënimi do të vijojë, por duke kthyer drejt Tiranës, por kjo, siç e thash, mbetet për të parë, por me sa kuptova, vendimi ishte për të mos pasur një përplasje me policinë, por për të vijuar protestën e tyre dhe rikthimit e Tiranës. Me sa kuptoj, ka dhe një tërheqje të forcave të policisë në Keleda, një pjesë e tyre po zhvendosen dhe po spostohen, pasi kanë kuptuar që qytetarët dhe protestuesit do të tërhiqen. Kanë lëvizur paktën forcat e rendit, kanë lëvizur dhe janë tërhequr, kanë mbetur vetëm forcat shqiponja së bashku me forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe 2 autobotet e ujit po vjojnë të qëndrojnë deri me sa duket në momentin që protestuesit do të tërhiqen dhe nuk do të kenë një përplasje me efektivet e policisë. Të shikojmë, paktën ky ishte vendimi dhe çfarë u lajmërua që do të tërhiqen dhe do të vijojnë marrëdhënimin e tyre drejt Klajdi, desha të pyes, a ka ndonjë ambulancë për të ardhur ndihmë qytetarëve gjatë këtij marrëdhënimi, për shembull aty pranë apo në rast se do të kishte ndonjë nevojë jetike për ndonjë qytetar që nuk ndihet mirë siç ndodhi pak më parë, apo dhe në rast të ndonjë përplasjeje të mundshme të qytetarëve me policinë, mund të ishte nevojshme që të ishte prezente apo që turmën ta shoqëronte një ambulancë. Gjatë gjithë marshimit dhe gjatë gjithë rrugtimit deri këtu në zonën e Rinesit e Keleda, përveç makinave të policisë të cilët kanë shoqëruar protestuesit, nuk kemi parë që të ketë një ambulancë në raste dhe momente ku ndonjë nga qytetarët mund të ketë shqetësime dhe probleme shëndetësore. Me sa kuptova, edhe në këto momente që janë forcat e policisë nuk ka prani ambulancë, megjithëse është kërkuar një moment për të ardhur ndihmë një protestuesi i cili kishte probleme shëndetësore dhe nuk ishte në gjendje të optimale, por i ka ardhur në ndihmë protestuesit e tjerë dhe më pas ai është shuar në këmbë dhe është bashkuar me pjesën tjetër të protestuesve.